Kanë pjellë këto? Këto janë 200 këtu. 200? Po. 200 krera apo 200 pinjoll? Jo. 200 dele. 200 dele? Po. Po pra dele, po të vegjël flas, shelek. Shelek i kam shitë këtyre. A i ke shitur po I kam shitur për viterik shelek të këtyre. Dhe këto i miel. Shise si. Po, këto i miel. Kam pjesën tjetër këteja, që janë në vazhdim, në pjellje. Po. Ato do që t'i shes në aprili nga maj. Dhe i ndan. I ndaj. Këto i ke janë shkurt. Ato të barsa trajtojnë ndryshe. Këto trajtojnë më ndryshe. Pse? Ku ndryshojnë? Sepse ato janë barsa, duan që më shumë. Duan më shumë ushqim. Më shumë ushqim. Po dhe ato nuk lëvizin, ato i që në banë atje. Nuk lëvizin, kurse këto dalë në dhe në teren. Se janë pa shelek. Dhe kë ushet vetëm shelekun? Vetëm shelek. Mbaj dhe rimontin tim. Po mishin sa e mbanë, që që? E qërë dhe kasapi, e merë kasapi. Mirë kasapi këtu, i ngarkoni, i merë, i aji ka nëse sa ka qminë në kasapi. Nuk mërzitesh për shelekun? Po që do bëj? Që e qonë dhe kasapi? Po të qoj sepse do blej, me lek të atyre do blej, ta gjithë do blej, toka do blej me rasu, do bjellëm jonë që. Të qarë në njëherë për në i shelek? Për këto qaj, po jo për një shelek, për baktit qaj. Për baktit qaj? Për të qaj? gjitha, jo për një shelek, nuk qaleni vë? Qërë dhe qaj jeni në shelek? Kurse për këto, qaj për këto, në dhe më shpirë. Pse dhe më shpirë? Po i dua, sepse a këto mua ka arritur 4 fëmi. 4 fëmi këto dhe mi ka arritur. Mi kanë shkolluar, po thuaj 3 ka martuar, 3 dhe fëmi ka martuar, 1 ka pa martuar. Ushqehem e to. Po je i lumëtur? Dhe jam në punë. Je i lumëtur? Shumë. Me to jam shumë i kënaqur. Shumë i kënaqur. E ke zili qytetin? Jo, po që qytet nuk ishe vajtë, se qanë pengon dhe më përvajtë qytet. Dhe qanë pengon dhe vetë qytet. Po qytetit ka zilitu? Nuk e di. Pse u more ti me këto? U more për të bërë para, apo u more... Për t'jetuar. Për t'jetuar. Shumë që para do bëjmë. Duan dhe shtëpi fëmija, duan jetë fëmija, do më... Ti ua ke blerë? Po. Shtëpit? Po kanë blerë ato. Ato, Ato ua kanë blerë. Kjo ishte e bukur. Dhe kur të pyesin kush ta bleu shtëpinë, që i thonë? Baktia. Po qumshtin e nxjerrin të mirë? Po qumsh deli e baktia. Direkt bio, qumsh bio. Po, nga që është kjo, jo po e ndryshojnë qumshtin këto fabrikat? S'kam lidhje me fabrikat, unë di që qumshtin e qoj bio, aje e kontrolon qumshtin tim, e qoj si që e mjel, ka ardhë bilet dhe vetë, aji firmës e rëzëri që i ka mjel aty në shtru, s'kem se të bësh dalavera për qumshtin. Qumshtin është qumsht. Nuk bëhet hile për qumshtin? Nuk bëhet qumshtin, qa hile do bësh? Po me djathin bëhet hile? E djathin se di se jam bargjogji. S'flas për atë pjesë nuk flas. Sepse nuk jam bargjogji. Ti di që janë... Unë di ti qoj qumshtin bio. Nga cica u aqon bio. Unë ti qoj qumshtin bio. Kaj ti unë? To vedhi dhe baktit e tjera ti shosh. Po më qo dhe atje? Paj. Po s'kam bërë siguracionin e jetës? S'ka mundësi. S'ka mundësi. Digjo, i sa ti fëmi ke qënë ti? Unë? Nga babaj. Nga babaj, pra? Dhe nga nëna, 6 i kalën atje babaj, 6 djemë, dhe 5 neve këtu, 11. Po pse babaj ka qenë i martuar atje? Atje me grua, po. Dhe a grua me gjithë fëmi. Babaj dhe grua dhe dashnore? Si është dashnore kjo? Jo, nëna ime dashnore, jo, qatë. Si ka mundësi nëna. Kjo ishe dytë. I ra halja ashtu që si ku do të më ndej në Kosovë, u të rua u martua. Po ti sa gra ke patur? Jo, më rëma. Vetëm një, la i thaj? Ja, po le se trahtojmë gratë. Le se trahtojmë gratë. Groja është e shoj, është nënë e fëmijëve. Digjo, babaj është martuar 2 herë, po ti vet i ke takuar... Vlezrin? Po, mërë, vete vi me vlezrin. Ke shkuar dhe ati, e? Vete vi, mërë. A sa e burë kjo? Vete vi me vlezrin. Po nëna jote i takoj? Po, se nëna ime në Volga dhe, kërë ashtë 2012. Dhe i ka takuar. Po i ka vlezër, me ba vlezër. Pa tjetër. Po jo, njerëzit do njëherë të harojnë, e? Jo, gjapë nuk harojnë. Djallë, rëndësi është fara, nuk është ara. është fara, baza fara. Sa të mbële paske mua bedin ti? Po të lerë në shatë jemi jo, po, pa tjetër. Të lerë në shatë. Hajde o hajde se mua, unë s'do takoj njeri në Tiranë kështu. Do të lajmë o djallë, do të lajmë. Do vlash po. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu.
Dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.